Përshëndetje nga kuzhina, në jetë sot kam vendosur në përgatit për iftar një gjellë shumë të sheshme me mauna, jo se që unë nuk digjon, tek ne halna do gallëgjinit i thujna mauna, e kemi mbjell gjithmonë në boshqe, ju mundën me qujtë bishtoja të gjelbërta, ta shte se dënë në gjithja një emnin, unë për tha mauna, nevojitën 400 gram me mauna të frest, i kemi ngri kështu si shpeshifni, mandej 500 gram me mishte viçit ose të lopës, është nga pjesa e qafës, 2 qep të mdhaja, 1 lugë të gjellës mill, 1 lugë të qajt me biber plot, 1 lugë të gjellës me veget, 1 lugë të gjellës me salcë të specave, nëse s'keni ban 1 lugë të gjellës pra me salcë të domateve ose 1 lugë të gjellës me ajvar, 1 lugë të mesme me magdanoz të tjerur, 1 lugë të mesme me biber të kuq, si dhe vaj, krejt fund t'ja shtojna pra pak ujë dhe bismillah fillojna me përgatitjen. Tash të lëshojna shpëretin, marrin një tenxhere, ku hedhin vaj edhe e lojna vajin që të nxehet mirë. Pas që është nxehë vaj, pas që është nisën, e ka dhe ditin, në vajin në nxehë. Ka dhe ditin pra mishin, pas të shtojna qep, 2 qep. Pas të embulojna tenxherën e katakeve dhe lojna pra derisa të zbutën edhe qep, pra, të ka vedisin mirë. Tash të e largojna kapokën, pra e shefni se është largua e shkuma, edhe janë ka vedis qep mirë pas të dhe mishi, në tonë se e vësh. Largojna këtë mishin. Marrëm tash të 1 lugë të gjellës me miell. Një lugë të gjellës me salcë të specave. Qesim pak ujë edhe shpëllojnë atë salcën. Pastaj do zhvillojmë atë. Mauna të qepërtat, të përzina edhe maunët, i edhe melmesa, biberin e kuq, magdanozën e tjerur, vegetën që dhe biberin e zi. Ta shtojna ujnë e vaj, pra ujnë e zluar në parë. E përzina mirë të gjitha. Pasi që i kemi përzi mirë të gjitha së bashku, tash të e marrim pak kapakun edhe e mbulojna tenxherën pra me kapak edhe e lojna që të zihet mishi, pashtu edhe maunat. Temperaturën e shpëretit tash të e ulim prej 9 në 4 edhe e përzini pra jo pa ndërprej tash të veç kat eni ka kuzhina që mos ngjitet. Nëse ka nevojë mundën me mishtu edhe pak ujë, tash të provojna që të zihet. E kemi e zi edhe maunat për 1 orë e 35 minuta, pra temperaturë të ullë në 4 duken. Kështu, bon shumë sheshëm që ja vlen të provani se cila motër. Mundën me shoqëru onash me orez të zirë, ose për ndryshe me pyre të patateve. Neve na beft mirë iftari, ju e po ashtu nëse përgatitni. Faleminderit për përkrajnë që ma bani komentet e bukura e deri në recetën e radhës.
Nga kuzhina njerit ju them, mirë po fshim.